Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam administratore pallati dhe për ditë përjetoj ferrin. Nuk e kisha menduar kur që një punë kaq e qetë, siç më kanë thënë në fakt kur më punësuan, do të më fuste në labirintin e lodhjes mendore. Unë quhem Anila, 34 vjeçe, administratore e një pallati të madh në Tiranë, një ndërtesë që nga jashtë ngjan shumë elegante, por brenda ka më shumë stuhi se qelli i dimrit. Zgjohem në 6 të mëngjesit, shumë herët para banorëve që do të thirrin emrin tim gjithë ditën. Kur zbreste hyrja e pallatit, më pret gjithmonë e njëjta këngë. Anila, ashensori nuk punon. Anila, dritat e korridorit nuk ndizen. Anila, kush e parkoi te vendi im? Ashensori në fakt punon, dritat ndizen, vendi i parkimit nuk është i askujt, por njerëzit kanë nevojë për dikë që ta fajsojnë dhe unë jam aty, një target i gatshëm. Pallati ka 6 kate, por më duket si 6 galaksira të ndryshme. Çdo kat ka problemin e vet. Kati i parë është me konfliktin e përjetshëm. Janë dy fëmijë që nuk flasin prej 12 vitesh. Çdo muaj më thërasin të dy njëkohësisht, njëri për ujin që i rrjedh nga tavani, tjetri për zërat e padurueshëm që sipas tij nuk janë zëra, por janë provokime. Unë bëhem ndërmjetëse, psikologe, gjykatëse, të gjitha papagesë. Kati i dytë është familja që mban gjithçka të mbyllur. Asnjë nuk flet, nuk hapin derën kur trokas, ankohen te administrata për çdo gjë me email anonim. Unë e di faktikisht që janë ata, por askush nuk më beson. Ata gjejnë gjithmonë mënyrë që t'i kthejnë banorët kundër meje. Kati i tretë është njeriu që më thret për çdo gjë, një burr i moshuar që më dërgon mbi 20 mesazhe në ditë, zhurmë te shkallët, njolla në mur, një i panjohur hyri brenda. I panjohuri është gjithmonë djali i vet. Ndërsa kati i tretë është me dramat familjare të zakonshme. Një çift që grindet pothuajse çdo mbrëmje, nuk përmend detaje të papërshtatshme, po kur fillojnë të thyejnë gjëra, banorët më thrasin mua si të isha policia. Unë shkoj, tentoj të qetësoj situatën dhe largoj me buzëqeshje që nuk e ndjej, vetëm që të mos përhap panik. Kati i pestë përmban spionët profesional, dy gra që dinë gjithçka për të gjithë. Më dalin përpara te shkallët dhe më tregojnë çdo marrësi të ditës. Kush doli natën, kush bleu mobilje, kush mori mysafir. Unë vetëm tund kokën sepse nëse u them që nuk është puna ime, ato mendojnë që po fshe diçka. Kati i 6, aty ku zbulohet gjithçka. Ky kat mban gjithë çmendurin. Festa natën vonë, qiraxhin që ndërrohen çdo muaj, muzikë fort, paketim mallrash dhe deri tek rastet kur më thon të mos përzihem. Unë kam kufi të qartë, nuk përzihem kur çështjet nuk janë të rrezikshme, por kur rreziku, qetësia e gjithë pallatit më takon të ndërhyj me zë të butë, por me zemrën që më rre fort. A e dini cila është pjesa më e vështirë? Parat. Kuotat mujore janë betejë ime më e madhe. Një grua më thotë që nuk e paguan sepse nuk i pëlqen ngjyra e murit të korridorit. Një burr më thotë se nuk ka pse të paguaj shkallët, pasi ai nuk e përdor fare ashensorin. Një çift pretendon se pagesën ja ka dhënë dikujt tjetër, por nuk mbajnë asnjë faturë. Dhe kur nuk mblidhen parat, fajin e ka gjithmonë Anila. Dhe ferri i vërtet nuk janë problemet, por janë pikërisht pritjet. Të gjithë presin që t'u zgjidhësh hallin. Të jem roje sigurie, të jem pastruese, të jem ndërmjetëse, të jem psikologe, të jem zëvendës mami, zëvendës babi, e të tjerë, e të tjerë. Dhe unë jam thjesht një administratore, një njeri që mundohet të mbajë një ndërtesë në rregull, ndërsa banorët kërkojnë të mbajë edhe konfliktet e tyre personale. Megjithatë, çdo mëngjes kthehem, në fund të ditës, kur pallati më duket sikur rri pezull mbi kokë, unë e gjej forcën pse të vazhdoj. Sepse kur funksionon drita, kur ashensori ndjen butësinë e dorës sime mbi komand, kur një nën më thon faleminderit që më ndihmove me derën, unë e kujtoj veten se edhe kaosi mund të jetë një dritë brenda tij. Unë jam Anila, jam administratore pallati dhe po, çdo ditë përjetoj ferrin, por jam e vetmja që ndal zjarin para se të marr flak gjithçka.